Kryebashkia ku i Mirditës Albert Mëlyshi akuzon qeverinë se ka një qasje diskriminuese ndaj bashkive të drejtuara nga e djatha. Në një prononcim për MCN, ai shpreh se gjatë 3 viteve që drejton Bashkinë e Mirditës, nuk ka patur asnjë mbështetje nga qeveria drejtuar nga Edi Rama, pavarësisht përpjekjeve të tij për të qenë sa më bashkëpunues. Mëlyshi thot se ka dorëzuar një sër projektesh që konsiderohen jetike për zhvillimin e Mirditës dhe që nuk mund të financohen nga buxheti lokal, por që sipas tij ato kanë mbetur prej kohësh në sirtaret e ministrive. Është e parë dhe është e dukshme qasja që ka qenë këto vite në raportin se si qeveria ndan buxhetin apo financon projektet, sidomos bashkive të djatha. Jam përpjek të jem bashkëpunues, jam përpjek të jem institucional dhe të përcjell pafund zërin e mirditorëve në qeveri. Ato projekte të cilat kalojnë kapacitetin, fuqinë e një bashkie si Mirdita, i kanë përcjell në ministri, në agjenci, në të cilat ato vazhdimisht hapin thirrje për investime. Qoftë në infrastrukturë rrugore, qoftë në kanale vadice, qoftë në rrjete ujësjellësh, apo po themi në rastin e emergjencave kombëtare civile, të cilat ka pafund probleme, dhe projektet janë gjitha në përsyrtar. Kur shikon që ti ke dërguar projekte asa gjysma atyre që ata kanë vjedhur, kjo është për të vënë dorë në kokë. Është një sistem që nuk funksionon, është realisht kjo kërkon një revoltë jashtëzakonshme të njerëzve, një revoltë që nuk ka lidhje me politikë, por një revoltë që ka lidhje me drejtësinë e qeverisë. Bashkia e Mirditë është një nga 6 njësitë vendore në vend që drejtohen nga e djatha, ndërsa nevojat për investime dhe zhvillim ekonomik në këtë zonë mbeten të konsiderueshme.